Ish-banorja e Big Brother VIP 4 Valbona Mhilli gjatë një interviste ka komentuar mbi ndodhjet e fundit brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Gjatë kësaj interviste, Valbona u pyet edhe në lidhje me surprizën që ju bë Egli Takos. Pas rrëfimit të linjës së jetës te dhoma e surprizave, banoren e priste ish-partneri i saj Olsi Bylyku. Ky i fundit e falenderoi për fjalët e mira dhe vlerësimin që Egli ka patur për të dhe e ka shprehur edhe brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4. E pyetur se si e ka parë ajo këtë moment, Valbona u shpreh se ishte e sikletshme dhe kjo gjë u vure tek Egli. Sipas gazetares, Olsi ishte pak më i dashur ndaj saj, ndërsa banorja ishte më e mpirë dhe shumë e ftohtë. Ishte e sikletshme dhe u lexua shumë te Egli, një takim që nuk ishte ndodhur kurrë mes tyre. Olsi ishte pak më i dashur ndaj saj, ajo ishte e mpirë dhe shumë e ftohtë. Dukej sikur kënaqej, por ishte në vështirësi, por kishte edhe shumë gjëra në përdhëmb që nuk ja thoshte. Shote Egli që e ka përjetuar shumë keq ndarjen. Nëse do të ndodhte larg kamerave, kush e di se si do të ishte biseda mes tyre dhe çfarë do të thoshte Egli, u përgjigj Valbona. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.